Ke fshehur gjë apo s'ke fshehur gjë, dhe ky është për politikën. Dhe ose për njerëzit me detyra në zyrtare. Dhe imagjinoje ti domethënë një formular dhe sa kapi në parlament, sa kapi në bashkira, sa kapi në institucione. Imagjinoje ty bësh një hetim të theruar të lidhjeve që kanë të gjithë kandidatët apo të gjithë politikanët shqiptar. Cilat janë zonat e nxehta ku ka përqendruar edhe vëmendjen më të madhe prokuroria e posaçme dhe BKH-ja? Pasi tek policia ka disa pikpyetje, të jemi sinqert, edhe për shkak të dekonspirimit të shumë aksioneve që kanë dalë në pa, apo edhe tek ajo çfarë tha vetë Dumani, që ka një bashkëpunim jo aq të mirë sa duhet. Po kjo është e vërtetë që policia ka pasur si detyrë ose më saktë ligjore këtë çështjen e zgjedhjeve. Policia ka qenë ajo që ka qenë më e fokusuar gjatë këtyre 34 vjet në përzgjedhje dhe pa i rënë në qafë asnjëherë palë, domethënë gjithmonë ka qenë jo në nivelin e dur për krimet zgjedhore, madje ka qenë vetë e përfshirë. Kjo është e vërtetë. Dhe kjo vjen nga që policia, pavarësisht se me fjalë dhe me letra është e politizuar, e depolitizuar dhe e pavarur, në fakt është një filial i pushtetit. Kështu që nuk kemi pse presim shumë. Por ama policia është e detyruar që të referojë çdo denoncim, çdo gjë, dhe ndërkohë këto zyrat që ka hapur SPAK-u kanë numra telefoni, një lloj siç i ka DEA për drogën, domethënë ata kanë numra telefoni, marrin me seriozitet çdo lloj denoncimi i brenda 24 orëve, edhe anonim, pranojnë dhe denoncime anonime, etj. Dhe në qoftë se prokurori i SPAK-ut jep një detyrë policisë apo kanë dhe BKH-n ata, atëherë ata janë të detyruar që ta zbatojnë dhe të ashtu, sepse kalojnë vetë në përgjegjësi, janë vetë zyrtar, kur i thonë, dhe në qoftë se shmangin ose mbulojnë apo bashkëpunojnë në këtë lloj krimesh, për mua sfida më e madhe e SPAK-ut nuk janë këta me krimin organizuar, se do të thash pak a shumë i kanë monitorim. Janë vetë politikanët. Janë vetë politikanët, sidomos politikanët e mazhorancës, sepse sfida e SPAK-ut është ajo që më pyete pak më përpara, por nuk të dash përgjigje, përdorimi, domethënë, sepse dhe këto janë vepra, domethënë, në kodin zgjedhor dhe kodin penal. Përdorimi i resurseve shtetërore, përdorimi i zyrtarëve të shtetit në fshatra, domethënë, sepse ti nëse ke vë shtetin në dispozicion, patjetër që je një hap para garusit kundërshtarit, shumë hapa biles. Nga ana tjetër më pyetet për vatrat. Unë mendoj që vatrat të nxehta këtë radhë nuk do ketë. Nuk ka përgjithsisht. Është një fushat hallë ftohtë. Po ta shikosh nga pikpamja e 12 që jemi mësuar neve si gazetar të vjetër, po në 34 vite që për klasit e mëdha PD, PS, pavarësisht se kush është në ashur, nuk janë këtë radhë. Domethënë duket si një ndeshje i shitur në tavolinë për këta të 12, edhe një rezultat i vendosur që kur bën atë paktin bashkë në qershor të vitit të kaluar për kodin zgjedhor. Por janë partitë e tjera që i kanë dhënë një çik nerv, partitë alternative që i quaj unë, jo vetëm nerv, po që i kanë futur më shumë në lojë për të ndryshuar skemat. Dhe nga pikpamja e përplasjes partijake, nuk shikoj se kur s'ka nerv, kur s'ka frym për pushtet, kur s'ka dëshirë për rotacion aq të madhe sa çka patur të paktën si për shembull 2021, po gjithmonë përgjithsisht mes këtyre dy partive, atëherë nuk ka dhe luftë militanteske, do të thosha unë, etj. Gjithë çështja këtu është përqendruar te fate individuale të njerëzve për të bërë deputet, sepse janë në gara të forta dhe brenda vetit në listat e hapura, dhe këtu kanë filluar të përdoren resurset, biznesmenët, apo dhe njerëz të lidhur me krimin e organizuar. Jo përgjithsisht partitë, nuk e çajnë kokën partitë, sepse pak a shumë çfarë rezultati kanë e din kryetarët, e kanë të falsifikuar. Kurse në bazë po është e vërtetë dhe brenda llojit madje ka një garë dhe ka një mjeti justifikon qëllimin nga individët për kandidat për deputet, përgjithsisht tek dy partitë e mëdha.
Dhe nga ana tjetër, monitorimi më i madh, unë kam frikë, po me sa di unë është monitorim që Elbasani 2021 do jetë fieri këtë radhë, Esmeralda. Do të thënë, fieri 2025 do jetë Elbasani 2021 në kuptimin në kuptimin jo të përplasjes të tensionit, siç ndodhi në 2021 që përfundoi edhe me një vrasje, por në kuptimin e një dëshire të madhe të Belinda Ballukut dhe drejtorëve që i ka marrë gjitha të jenë të re, drejtorët shumë të fuqishëm si drejtorë, të cilët kërkojnë të kapin rezultat shumë të lartë, do të thënë të thyejnë dhe rekorde, kaloi dhe rekordin në kohën e Gramos Ruçit, sa isha 10 të marrin 11 deputet. Dhe e gjitha kjo patjetër që bëhet me mjetet justifikojnë qëllimin. Kështu që në di që fieri është në një monitorim shumë të rreptë, dhe jo vetëm për çështje zgjedhjesh dhe votash, por për çështje të krimit të organizuar dhe për çështje të përfshirjes politikës me krimin e organizuar. Dhe pam dhe atë incidentin që ndodhi, se nuk ishte fare kot në kuptimin e asaj që janë duke bërë në fier prokuroria, Spaku dhe BK-ja. Gjithashtu po mbajt në monitorim të fortë Shkodra,